Për aksionin që u mblodhen të dielën, shoqata e Kosovës për kërkim shpëtim u desh që pjesën tjetër të rrugës ta bëjnë me automjete të përshtatshme për zona malore. Pjesa tjetër nuk bëhej ndryshe veç se në këmbë. Për ndihmën që kanë dalë të japin, thirrja ka qenë qysh nga Hana, ku kjo shoqat i ndihmoi Draga Bojević. Kemi ardhur dhe kemi ofruar ndihmën e parë, kemi transportuar deri në shtëpi shëndetit. Po 71 vjeçarja që jeton e vetme në zonën kufitare Kosovë-Serbi, në Zubin Potok, kishte kërkuar edhe një gjë tjetër nga ata. Këtu do t'ja rregullojmë burimin e ujit, ku do t'ja bëjmë një rezervuar të ujit, pastaj do ta shiqojmë se a ka nevojë dikun për riparim të gypit deri te shtëpia. Për këtë punë nevojitej më shumë se një person. Shefi operatives thot se shumë shpesh moti që mbizotron në vendet malore e bën më të vështirë intervenimin në këso zonash.